kam ju treguar një rast shumë interesant, specifik, shqyqur që mu kujtue, se ka një herë s'mu kujtohë, ndalë para juve, mas je kry ligjeratën, thëmë, shka s'mu kujtue. Një prej djetarëve të mdhenjë, Muhammed Mutawalli Sharawi. Ka vdek këtë është që 15 vjetë ka vdek. Fiks cilin vit ka vdek se di, i kanë thirë në Amerikë me majtë ligjeratë, si kur neve që kemi dalë në përbotë, edhe ata dalin në përbotë, në përvendet ku janë gurbetçarët, migracioni tyne. E tash kur shkon në Amerikë, e ka pas nanën gjallë, të për marrë edhe nanën, e ka marrë edhe nanën në Amerikë. Amo vetë ka qenë goxha i vjetër, jo i ri, ka mujtë me qenë në moshtime. E merë edhe nanën në Amerikë, kër zbresin në New York, atje përhapin, e shpallin gazetat edhe lajmet që filan hoxha në erdi prej Egjiptit. Se ky ka qenë hoxh me famë botnore, Muhammed Mutawalli Sharawi. Kemi bën disa përkthimet këtija, elhamdulillah, i kemi shpërnda, elhamdulillah. Edhe kom pas fatin, kom nejt me ta, kom hangër, kom pije dhe kom bo muhabet gjanë e gjatë. Jem knaq me këtë hoxh para 32 viteve. Kur kam punu në Radio Kajra, kam shkuar me një restorant e kemi takuar të dhëndri vetë, e aty jemi ullja, kemi tregua hallin punët tona që kemi hapë, me një heri ka ngrinë duart në altë. Na ka bo dua neve, vallahi. Sharawi më ka bo dua. Allah inshallah ka bo dua në Kabul. Zbresin në New York. Në New York marrvesh një Amerikane që po vjen finlandietarja dhe ajo vjetër. E paraqet kërkesën, ku paraqiten kërkesat atje në atë vendin zyrtar të aeroportit, filan fallan mësafiri që po vjen, kam dëshirë më ardhë të une mas pari me pi një kafe, duhet me pyet a pranon ai mësafiri shtrenjt ajo. Kur ja paraqesin Muhammed Mutawalli Sharawit këtë rast, thot po e pranoj. Edhe shkon, ta ajo gruja, ta ajo plaka, ku ka thirë një gru plak, mësafir në shpit vetë, ky bashk me nanën. Edhe normal, kanë pas edhe shoferin, kush i ka hec ato punë. Shkojnë atë dhe si shkojnë në atë vendin në dhamën e pritjes, Sharawi, rahmetullahi alehi, Allah i në bëvë të bashkë me ketë muslimantë dhe me ulemat e dinit tonë, qohët edhe kërkon aty, tash ai nuk ka hin në zgafell, aty ka hin banes në shtëpinë asaj femrës amerikane, dhe me njëherë kërkon banjen ku është, e merë nënën e jalan ftyrën, ja jep abdesin nënës, e jalan kamët, e jafshin, e bën nënën, grua plak. Në në qabë, mi thonë, ape marish nënën, thët shqiptaria se gjakin e ka naltë s'mundet, për dhamin kamët, krihet, po tash kolicat, o burë. A i ka mend tamam, a i ki kushtet po. Oj, motra jeme, mësë të mushin mendën e vladi, ose s'mundish se gjakin nalt e gjakin poshtë. Në qafë bare. Gjakin nalt, ullja me medikamente. Në krete kemi gjakin nalt sot. Kërpi thëmë qabe me që u babën nëse nënën, babën po nënën, ajo ma e shkreta, s'pe ngre zonin. Me thonë burit shka, pas ti pa mu së shkësh. Bashkë. T'ja u jap një nëzitje ekstra nënave t'juja. Qëre që ka po ju thëmë juve nëna që ka po nini, po më nini që të hoqë mazlumin. Mës pranoni ju me thonë burat e ju i me shku në qabe, ju mës me shkue. Ja, birë jam, baba po, edhe nëna po, qift. Po ti nënë si e lodhë me pak, ka karroca edhe për ty, ka mos. Ka elektrike, ka mos, ka të duesht, shërbimi bëhet, ka të duesht, si në aeroport, e ma mirë se në aeroport ta bëjnë në qabe shërbimi. Kure krynë nënën Sharawi që e pastron e lanë që falin namazin atje ku shkajnë, ajo Amerikanja i vrejnë, i këshyre një kodë gjatë, i thotë, subhanallah, ajo kristiane ka qenë. Pinë, hanë, që ka i gostit ajo femën,
inshallah është bërë muslimane edhe ajo. Edhe tash ta marrin izëm me shku tash për ku janë nis. Çeton po I duam ju, marrin mend çet fjalë veç. Thot amerikania kur e sheh burrin plak. Ka mujt me qenë, vallahi 67 vjet. Ai son plak 67 vjet, ama 70 shi është vite, jo pak. Thot amerikania këtë fjalë, të kisha kenë edhe une nën e një muslimanit. Çto muslimani jep shembull.